Përfundoi në spital 6 punojëse të një supermarketi. 6 punojëse të një supermarketi kanë përfunduar në spital pasi dyshohet se janë helmuar në magazinat e paketimit që ndodhen në autostradë. Mësohet se punonjëset e Rosman Lala nuk janë ndier mirë dhe më pas janë paraqitur në spital. Më datë 11/3/2025 janë paraqitur në spital 6 punonjëse të një magazine në autostradën Tiranë-Durrës, të cilët kanë shprehur shqetësime respiratore pasi kanë marrë asistencë mjekësore. 6 shtetaset janë larguar në banesë. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë e cila po punon për vlerësimin e rastit të njoftuar mblut. Ende nuk dihen shkaqet e ngjarjes, ndërsa policia ka referuar materialet në prokurori e cila po heton rastin.